Edi afrohet Elionës me një buzëqeshje paksa provokuese, sikur po kërkon t'i tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Ai e vështron për disa sekonda, pastaj i thot me një ton gjysmë shaka, gjysmë serioz, po ta mendosh mirë, unë dhe ti do ishim çifti perfekt. E kemi energjinë, dukjen, karakterin. Gjithçka do na shkonte për mrekulli. Eliona e ndalon për një moment, e shet drejtë në sy, pastaj fillon të qesh lehtë, një e qeshur që tregon më shumë habi se sa pëlqim. Ajo tund kokën dhe shtrëngon buzët me ironi. Humor Edi, i thot, duke i hedhur një shikim plot humor, shko gjej ndonjë tjetër se unë asnjëherë nuk bëhem çift me ty. Edi mundohet të ruajë qetësinë. Por duket qartë se përgjigjja e saj e lë paksa të zënë ngushtë. Ai përpiqet ta kthejë përsëri në shaka, duke i thënë, e po, s'dihet. Ndonjë ditë do më marrësh seriozisht. Eliona e ngre vetullën metallie dhe kalon pranë tij, duke i thënë me një ton të qetë, por shumë të sigurt, jo, Edi, unë e di çfarë dua. Edhe e di shumë mirë çfarë nuk e dua. E ti nuk je në atë listë. Ndërsa ajo largohet, Edi mundohet të qesh, por sikur ndjen një piçkim në ego. Banorët e tjerë që e shikojnë skenën qeshin me situatën, ndërsa Eliona duket e qetë dhe e vendosur, sikur sapo i ka mbyllur një derë që nuk do ta hap kurrë.